të ndihmojmë në zgjidhjen e këtyre çështjeve të pazgjidhura, por na nevojitet në qeveri të përgjithshme para kuventit. Dhe për momentin mund të themi që dialogu me Serbinë është i vdekur. Ne nuk ishim në agendë për Këshillin e Evropës, pra të gjitha këto janë pasoja për shkak të mungesës së institucioneve. Po thoni kështu? Fillimisht më lejoni të them diçka për dialogun. Më kujtohet Komisioni i fundit, përfaqësuesi i kaluar special, gjithmonë kishim kritikë. Lajçakov vjen nga vendi që nuk na njeh, pastaj komisioneri për zgjerim është një person problematik nga pikëvështrimi i Kosovës, përfaqësuesi i lartë, po ashtu nga një vend që nuk njeh Kosovën. Tash Kosova i ka të gjitha ato që kërkon një komisioner për zgjerim marrë komisionit. Pastaj për Ballkanin Perëndimor, keni përfaqësuesin e lartë që vjen në Kosovë nesër. Keni përfaqësuesin special. Pra, apeli im ndaj Kosovës është dhe apeli jon ndaj autoriteteve është që të shfrytëzoni momentin, shfrytëzoni këtë. Kapeni këtë moment, zgjidheni problemet në mënyrë proaktive dhe mos uluni në gardh dhe t'ju ik mundësia, sepse siç e tha edhe kolegu Bota lëviz tutje, kemi konflikte shumë të mëdha në Ukrainë, në Gaz, pastaj marrëdhëniet tona në SBA. Të gjitha këto i shihni në media çdo ditë dhe është koha për të angazhuar e jo për të ulur dhe për të pritur diçka që nuk ka për të ndodhur nëse ju nuk veproni. Po e përshkruani situatën që Kosova do duhet të shfrytëzonte këtë formë të institucioneve ose të udhëheqësve të këtyre institucioneve që ju përmendet. Por pse sipas ushtrimit tuaj nuk shohim më shumë angazhim nga qeveria e Kosovës ose nga presidenti Osmani në këtë situatë? Do të them, të duhet të bëni pyetje qeverisë. Unë nuk jam qeveria, unë mund ta them vetëm kur flasim për Këshillin e Evropës. Neve ua kemi bërë të qartë pozitën tonë, duam Kosovën në Këshillin e Evropës sa më shpejt që të mundur dhe nëse Kosova bën hapat që janë formuluar në letrën e vitit të kaluar nga letra e presidentit francez Macron, ish kryeministri dhe kryeministria Meloni, pra topi është në fushëlojën e Kosovës për sa i përket asociacionit të dërgojnë draftin e gjykatë kushtetuese, asgjë nuk ka ndodhur. A është kjo ende kusht? Pra pak të pra pak të kusht nuk mund të lëviz. Pra dërgojeni në institucionin tuaj për të verifikuar nëse ky draft është kushtetues. Asgjë nuk ka ndodhur, nëse nuk ndodh asgjë, ju nuk mund të prisni që do të ndodhë diçka tjetër. Pra mos lëvizja në kështë recet. Pra topi është në anën e Kosovës. O absolutisht nuk ka dyshim lidhur me këtë. Përndryshe do të vendosej në agjendë dhe nuk është bërë. Pra, jemi në të njëjtën linjë edhe Franca, Gjermania, por edhe vendet e tjera po ashtu. Për këtë dhe mendoj se do të ishte rëndësishme për audiencën, kujtojmë se çfarë është asociacioni dhe çfarë nuk është, sepse është një temë shumë vjetër, diskutohet për vite me radhë dhe shohim përsëritje të frikës që asociacioni mund të jetë një Republika Serbe e re dhe unë mund ta kuptoj këtë si frikë reale sepse njerëzit kanë vuajtur në këtë vend, kanë luftuar në këtë vend për të bërë një vend që është sovran dhe funksional, edhe ne po ashtu duam që vendi të jetë funksional, dhe jo vetëm kjo, por edhe Serbia, ende nuk po e njeh Kosovën, pra Afrika është aty, dhe asociacioni siç është parapar në marrëveshjen e vitit 2015 dhe siç është parapar në draft statutin e hartuar nga BE-ja, nuk ka të bëjë asgjë me Republikën Serbe. Republika Serbe ka policinë e vet, asociacioni nuk do ta ketë këtë. Republika Serbe mund të miratoj ligjet e veta. Asociacioni nuk do ta bëjë këtë. Republika Serbe është në kushtetutë të Bosnjës, asociacioni do të jetë nën kushtetutë. Duhet të jetë në harmoni me të. Dhe do të mund të vazhdoja tutje me shumë shembuj të tjerë. Pra,